Raporti i Komisionit Evropian mbi sundimin e ligjit në Shqipëri thekson se niveli i perceptimit të pavarësisë gjyqësore në vend vazhdon të jetë mesatar, si tek publiku i gjerë ashtu edhe tek kompanitë. Raporti i Komisionit Evropian konstaton me shqetësim përhapjen e korrupsionit. Edhe pse përpjekjet për parandalim janë rritur, korrupsioni mbetet i përhapur në shumë fusha, duke përfshirë zonat me rrezik të lartë për korrupsion. Transparenca e kufizuar në procedurat e prokurimit publik, veçanërisht për partneritetet publik-privat, mbetet një burim shqetësimi. Specializimi në hetimin dhe ndjekjen penale të korrupsionit në prokurim është i dobët, keqpërdorimi i fondeve shtetërore gjatë fushatave zgjedhore mbetet një fushë shqetësuese, pavarësisht iniciativave të ndërmarra nga Komisioni Qendror Zgjedhor për të monitoruar dhe sankcionuar shkeljet përfshirë korrupsionin në lidhje me zgjedhjet e 11 majit 2025. Gjykata kushtetuese e Shqipërisë sipas raportit vazhdoi të funksionojë në mënyrë efektive, ndërsa dështimi i vazhdueshëm i Parlamentit për t'u përmbajtur disa prej vendimeve të saj dhe pasiguria ligjore gjatë kozgjatjes së mandateve të anëtarëve të saj janë shqetësuese. Pasiguria ligjore vazhdon në lidhje me përfundimin e mandatit të 2 anëtarëve të gjykatës kushtetuese për shkak të interpretimeve të ndryshme të dispozitave përkatëse nga Kuvendi dhe Gjykata e Lartë. Për njërin nga rastet, presidenti i Republikës, në rolin e tij si autoritet emërues, i drejtoi një kërkesë zyrtare gjykatës kushtetuese për të ofruar qartësi mbi mënyrën e pajtimit të 2 parimeve kushtetuese që lidhen me llogaritjen e mandateve. Raporti ende në fazën e një drafti konfidencial, ngre shqetësime mbi funksionimin e Këshillit Lartë Gjyqësor dhe Këshillit Lartë të Prokurorisë. Një fakt i rëndë konsiderohet edhe punësimi në shkollën e magjistraturës të emrave të lënë jashtë sistemit nga vetingu. Nuk është shënuar ndonjë zhvillim domethënës nga KLG-ja dhe KLP-ja në forcimin e transparencës për ngritjet në detyrë dhe transferimet. KLG-s i mungojnë rregullat e brendshme të nevojshme për të ushtruar funksionet e saj në mënyrë efektive, ndërsa ato të KLP-s kërkojnë rishikim. Të 2 këshillat nuk kanë rregullore të brendshme për konfliktet e interesit të anëtarëve të tyre, duke bërë që rastet e mundshme të konflikteve të interesit të mos trajtohen. Duke i kushtuar një kapitull të veçantë, raporti i Komisionit Evropian vlerëson aktivitetin e prokurorisë speciale, ndër të tjera shkruhet se SPAK bëri përparim të prekshëm drejt një rekordi të fortë në luftën kundër korrupsionit, veçanërisht në nivelin e lartë, dhe përdorimi i hetimeve financiare dhe konfiskimi i asetave është përmirësuar.